Përshëndetje dashuriet edhe dashuranat e astrologjisë. Sot kena me folë për një full moon. E dini o që ka full moon? Full moon është hana e plot. Shpesh kam kallëzu që kur është hana e plot, universi bën Edhe universi edhe na, bashkë me universin. Hana e plot ndodhë në dem. Demi është shenjë i stabilitetit, i qëndrueshmërisë, i rezistencës, i begatis, i ushqimit mirë, e tutje. Përgjithësi, është shej i gjanave të mira. Por e ka përballë kanë e ka përballë? E ka përballë një Skorpio. Edhe kjo hanë e plot pra ndodh kur dielli është në Skorpio, e hana është në dem. Edhe ky event qellor për gjithë neve ka me pru ndryshime të mëdha, sepse e kemi Uranin aty, të demi, edhe e kemi Venerën edhe Marsin përballë. Të gjithë ky komplikim do të na bi neve, do të një bombe e cila është e vërtet shumë e madhe, po është brenda neve. Nuk ka të bëjnë me dialogun, ka të bëjnë me autodialogun. Do të shpërthej një e vërtet brenda neve, pa ndryshu rrethanat. Do të thotë që pa ndryshu kurgjë rreth neve, diçka brenda neve do të ndryshoj. Një pikpamje. Cila pikpamje kryesisht ka të bëjnë me të vërtetat të cilat na nuk kena dash vetes me ia pranu, e ata për secilin shenjë specifikisht do të kallëzojmë sot në videon pak më vonë. Dashat. Ata që gjithmonë janë nisin e kësaj radhe, për dashat të cilët janë gjithmonë entuziazmi ose njerëzit të cilët vërtet kanë shumë energji për mi dhanë të tjerve, por ata qa kanë, lodhen shpejt. E ky event qellor për ta ndodh në fushën e mani. Çka dhe me thonë kjo? Kjo dhe me thonë që keni me harxhu pare pak pa lidhje, keni me harxhu pare pak për gjanat të cilat nuk keni nevojë me i pas, po ashtu e keni mundësinë e mirë nëse keni qenë të mirë, e s'keni qenë nervoz që dini mu konë jo, keni mundësi me fitu pare, me shumis, ose me blene e banes, ose me ble diçka që keni qef jo, në i kërë për shemë, ose qka do tjetër. Por kryesisht kjo event qellor ndodh të ju në fushën e pareve edhe gjanave të cilat ju takojnë juve. Dasha, kujdes me paret. Demi, shej i stabilitetit, i mirëqenjes, i maleve, fushave, qetësisë, njerëz që pritojnë me bo fjallë. Ata pritojnë edhe me lëviz për vendit. Demit duhet mi trajtu në qëtë mënyrë. A i ka qef me nejt, e ti më ardhë, mi apru ushqimin, jo vetëm aq. A i ka qef, edhe kur e bojmë me një flamur të kuq, e aktivizojmë. Demat përgjithësi janë njerëz stabil, njerëz të cilët mas pakti, çka? Rrejnë. Edhe mas pakti çka? Tradhtojnë. Nëse e doni një partner ideal, e zgjedhni një dem. Lumë jo që i keni, e lumë na që si kena, unë s'di as vetë, nashta edhe po. Po si do që tjetë, kjo han e plot ndodhë në dem, e demi është simbol i sigurisë, përballë ka kon, akrepin, i cili është simbol i krizave. Edhe ju do një pas parasysh që ka ardhur koha që të ndryshoni diçka të vetja, të pranoni vetes me ndryshu, e demi mas pak ti ka qef me ndryshu. A i ka qef me met e njeti, për jetë. Binjaku. Me qenë se binjakët janë shej i intelektit. Ata që kanë qef me mësu, me mendu, me marrë informata, jo fort me dhonë, ma tepër me marrë. Njerëz që punojnë bukur me dur të veta, njerëz të cilë zakonisht punojnë televizione, punojnë diçka lidhur me informatat, nëse bashku që asë punojnë atër merren me thashe theme, e për ta, kjo event qellor ndodh në fushën e 12. Çka me thonë ajo? Ajo dhe me thonë që bineqt duhen mu ullë edhe me reflektu vetë me vetin. Duhet një vërtet e madhe me plas brenda tyne, edhe duhen ata me pranu që diçka që ata kanë menu që është ndryshe nuk është ashtu. Pranoni bineq, e di une që ju a keni shumë problem me pranu. Une vetë jam në nshej binjak, shumë zore kam me pranu. Po çka me bo? Duhet me pranu. Pranonim që një e vërtet e juja, vërtet nuk është qa që vërtet.
Gaforja. Ata njerëz të cilët janë vërtet më emocional për gjithve. Ata janë gjithmonë në nivel të emocioneve të veta. Kush nuk ja respekton emocionin një gaforje, ai nuk mundet më najt me një gaforje. Ta dini pra që nëse doni mi pas një partner gaforre, doni shumë më kujdes për emocionet e tyre. E ky event qellor për gaforret ndodhet në fushën e 11, keni kujdes me shoqëni. Edhe një e vërtet e madhe lidhur me shoqërinë e juaj, edhe pse s'ka ndodhur kur gjë, ju keni mi ditë që është ndryshe. Pra, me këtë event qellor, asnjëri prej neve nuk kena mundi njëjtë. Këtë radhë flasim për gaforren edhe për raportet e tyne me shoqëninë. Gaforre, vjen keq, keni mu zhgënjy? Jo me shoqëninë. Shoqënia është e njëjta, ata s'kan bë kur gjë ekstra, po ju keni mi kuptu pse. Kush o ma i bukri, kush o ma i bukri? Kush i ka flokë më të bukra? Luanat. Luanat janë më të bukrit e zodiakut, ata të cilë vërtet rrezatojnë. Edhe, çka bojnë luanat? Luanat në mësojnë neve qysh duhet me e dasht veten. Duke e dasht veten, në mësojnë edhe neve tjerve qysh na me e dasht veten. Një hanë e plot për luanat me këtë, me thënë ego, super ego, jo nuk është as ego. Ata thjesht e din se sa vlerën e kajnë. Pra, kur flasim për luanët, kjo hanë e plot për ta do të ndikojnë në karrierë. Në atë se si të tjerët i shohin ata, do të ripozicionohen, në fakt nuk do të kenë oferta të reja, nuk e besoj. Ofertat e vjetra do të rishqurtojnë, por tashmë në një tjetër pikpamje. Shumë bukur luanat e mi, suksese në karrierë. Virgjeresha, analitikët, ata të cilët bëmja qilë dollapin një virgjereshe, e kupton se çka është vija drejt. Për ndryshe nuk e din kur. Virgjereshat tona të cilat janë aq delikate edhe aq shumë të përkryera, mundohen me qenë të përkryera, mos u mundoni aq shumë. Nuk ja vlen, kërkush nuk është i përkrym. As na, as ata, as ato, as ata, kërkush. Ton jemi me behone, ose me defekte, ose me pjesë të këqija tonat. E mira pa të keqen, nuk ka vlerë. Kështu që për juve, ky event qellor ndodhet në fushën e udhëtimeve, ose mundeni me marrë në filozofi, ose mundeni më tepër me marrë me astrologji, ose me diçka mistike. Keni kohë, analizoni edhe mësoni sënë të reja. Kjo është koha kur ju vërtet do ta mushni kupën me informatat të cilat nuk ju shërbejnë mo. Është koha me i marrë të rejat. Peshorja. Kanari, peshorja e drejta, e vërteta, a është, a s'është, a mundet, a s'mundet. Një peshore gjithmonë ka me peshu, edhe gjithmonë ka me mënu që është në të drejtë. Një peshore gjithmonë ka mu kujdes me qenë e veshun elegant. Nuk ka peshore që veshet casual, as peshore që veshet kullerski, as një që del me kpucat për lyta. Peshoret janë pizzicato. E ata, në këtë event qellor, do t'jenë të sfiduar në fushën e pareve të partnerit. Mos kallzoni. Keni mundësi me fitu pare prej partnerit, trashëgimisë familjare, ose edhe, si thënë këtyne lojrat e fatit. Lirisht luni me lojra fati, se është kohë shumë e mirë për ju. Une, akrepat, qka me ju thani juve më? Qka me ju thani juve më? Ju të cilët mendoni që jeni gjithmonë të drejtë. Ju të cilët asnjëherë se pranoni që keni faj. Ju të cilët gjithmonë mendoni që ka një arsye pse. Edhe gjithë shka doni marrë si tu. Ju edhe unë bashkë me juve, në këtë event qellor e kemi përballë partnerin. Edhe na mendojmë që të gjitha çka ai bën, na i kena në kontroll. Si? Duke analizu. E kësaj radhe nuk bën më analizu mo partnerin të dashur akrepa edhe akrepe, por analizoni veten. Sepse, kur që nuk do të ndryshoj në raportin e juaj me partnerin e juaj, por do të ndryshoj diçka brenda jush, edhe pikpamja juaj për partnerin e juaj do të ndryshoj. Në këtë event qellor pra keni kohën e fundit që na keni lodh mo akrepa, ndroni mendimin edhe qasjet e juaj. Kush e gjun gurin e mshef dorën.
shigjetari. Jo shigjetarë të cilët në këtë vend qellor, çka më thanë më për shigjetarin? Me kallëzu që ata janë njerëzit e hares, njerëzit e guximit, njerëzit e udhëtimeve. Na i thojmë avanturista, po jo gjithmonë avanturista në dashuri, po avanturista në jetë. Ata guxojnë me bo ndryshime të cilat na tjerët nuk mujnë mas mi imagjinu. E lemo mi bo, është fat mi pas një shigjetar afër vetes, sepse ata janë shumë të rrallë. Dhe më thamë, për krejt shajeve të zodiakut, mas pak ti kemi shigjetar. Kush e di pse? As unë se di. Por, shigjetarët në këtë vend qellor duhet kujdesen për rutinën e vet ditore, duhet të ndryshojnë diçka në rutinë ditore. Për shembull, munderim ja nis yoga, ose meditim, ose në fitness, ose me ndërru punën për shembull. Shumë mirë do të kishte qenë. Se dia dini, kur ma tepër nuk ka pas oferta për punë, e kur ma shumë dërheqe. Jemi në shekullin e ri njerëz, edhe duhet na mi ndjek dëshirat tona, ka marru koha e shefave. Biricjapi, ata të cilët mbijetojnë edhe në gurit thatë. Biricjapët janë ata të cilët na tregojnë çka është tradicionalja, po edhe çka është avangarda. Gjithmonë i kemi në atë lajthitje. Kur nuk e din a janë modern apo tradicional. Në fakt ata janë të dyjat. Biricjapat janë njerëzit e karrierës. Një biricjap gjithmonë dashuron me tru. Asnjëherë nuk e hub vetdijen, edhe nuk e hub çish më thon, busullën. Gjithmonë e din ku të shku. Pse? Sepse është biricjap. E ky vend qellor ndodh për biricjapat në fushën e 5, tarararara, dashuria. Biricjapa, në fakt, kur gjë s'ka ndryshu me partnerin e juj. Po ju a keni kuptu që se doni, ose e doni, ose se doni, ose e doni, për diçka keni me kuptu. Do t'jetë një periudhë kohë, kur ju do t'keni kohë me reflektu me vetën e juj, edhe me kuptu në fakt cilat janë ata ndjenjat e vërteta. Ujori janë njerëzit e të ardhme, se kam thënë gjithmonë, njerëzit e cilët shumë zërë mi kuptu. Pse ishtë zërë mi kuptu një ujor? Sepse e ka zërë me kuptu edhe vetën. Ujori e ka përballë luani. Luani është, na i thojmë me në madh. Kurse ujori është me në madh, po tinza. Këta janë ujorët pra. Flasim për ujorët edhe për eventin i cili ndodh për ta në fushën e 4. Që i bjen me thanë nana, emocionet, ngjarjet brenda shtëpisë. Brenda dyerve të mbyllura. Ujorët e mi keni nevojë që të pelësisni një bombë brenda vetes juaj, lidhur me emocionet të cilat i keni, lidhur me raportin kryesor dhe bazë, që është nana, raport i cili është indikacion për të gjitha raportet tjera. Ju duhet të kuptoni diçka lidhur me këtë raport, ose me emocionet e juaja, ose edhe me interierin. Nëse heq bashkë s'keni çka me bo, ndroni vendin dollapit ose televizorit, ndrojani vendin kauçit kur rrini, po le të ketë ndryshime brenda shtëpisë juaj. Peshku, romantikët tonë, ata të cilët në fakt janë botë tjetër, jo botë tjetër. Ata janë këtu me neve, po i takojnë një botës tjetër. Ata e kuptojnë botën tonë, na tynën nuk e dim. Ata janë shej më kreativ, janë ata më intuitivet, janë ata që e kajnë atë detektorin e rrenës. Nuk mundesh me i rajt, kështu që mos provoni me i rajt peshqet. Ka të keni, edhe nëse keni menu që e keni rajt, dijeni që e din që e ke rajt, po bëhet kishës po din. E për këta sheja, ose për peshqet, ky event ndodh në raportet e tyre me motra, vllazni, kushëri të largët, edhe kushi, ban edhe kolegë. Kryesorja, njerëz që i takoni çdo ditë. Këta raporte nuk do të ndryshojnë, e kemi tregu që ky event nuk ndryshon kur gjo në raporte. Do të ndryshoj diçka brenda jush. Edhe atë se si e shifni ju atë problem që e keni me familjarët e juj, kushrit, kushit ose kolegët. Peshqit e mi të dashur, suksese, merreni veten me të mirë. Këto ishin të gjitha shajat pra, dashuriet edhe dashuronat e mi, e ju e dini çka doni me bu, të but me veten edhe shumë të kujdesshëm me të tjerët.